gjinore, është që shumë pak parti politike e kanë patur pjesën e barazisë gjinore si pjesë të ndarë në programet e tyre. Ka vetëm Partia Socialiste dhe Lëvizja Bashkë. E kanë pak edhe koalicioni Euroatlantik si të futur në një opsionet e tjera? Çfarë evidentohet si zotim gjinor në programet e këtyre dy partive? Ka disa gjëra për të arritur barazinë gjinore nga një anë dhe edhe për të mbështetur nevoja specifike që janë të vajzave dhe të grave, edhe të burrave dhe djemve. Se kur flasim për barazinë gjinore nuk flasim vetëm për gratë. Po ka nevoja specifike, për shembull dhuna me bazë gjinore, si do adresohet nga partitë politike. Kjo është një gjë që ka lidhje me barazinë gjinore në vetvete. Si do adresohet aksesi i barabartë në financa, diçka e tillë. Pra, ka shumë gjëra të cilat mund të vendosen në një seksion më vete, të cilat fatkeqësisht nuk i kam parë në programet, në ato programe në cilat ne kemi akses në partitë ndryshme politike. Se disa prej tyre thonë që këtu është ekstrakti në website, por ne kemi një program të gjatë që nuk është bërë publike dhe transparente, është vërtet. Edhe kjo është një nga problematikat. Unë jam një nga ata njerëzit që besoj se shqiptarët din të votojnë për programe, thjesht nuk ju është ofruar alternativa dhe debati i dur për alternativën. Ne ende sot në Shqipëri nuk kemi një debat mes forcave të ndryshme politike dhe mes liderëve të forcave të ndryshme politike para zgjedhjeve, ashtu siç është kulturë në të gjitha vendet e tjera të botës. Jo, ne kemi eliminuar tërësisht debatin me një vendimarrje politike që vjen nga forca që është në pushtet. Si do ta mësojnë qytetarët se cilat janë alternativat kur ato përballen me njëra tjetrën? Prandaj pyes unë, ai kemi edukuar të qytetarët të paktën ti kemi rifreskuar si ndërgjegje që do duhet votojnë programet, a mund ta bëjnë diçka? Pikërisht pra, sepse ne nuk mund të konsiderojmë partitë politike ndonjëherë siç konsiderohet media, që thuhet ne jemi një ent privat, i ofrojmë publikut atë që do publiku. Partitë politike, një nga detyrat që kanë është edhe edukimi politik. Pra ti nuk mund të ofrosh publikut atë që ti mendon se do publiku, por nga ana tjetër ke edhe detyrën ta informosh dhe ta edukosh që të kërkoj edhe alternativa, të kërkoj edhe llogaridhënie, të kërkoj edhe transparencë. Në këtë mision janë të thirrura partitë politike dhe mediat bashkëmadje, prandaj po flas për një lloj edukimi. Partitë politike më shumë se sa mediat, por edhe mediat patjetër, edhe shoqëria civile dhe shoqëria janë bashkëfajtore në këtë proces. Kur jemi tek transparenca financiare, Zoja Meta, e kemi diskutuar shpesh thuajse në çdo epizod para dhe pas zgjedhor dhe vazhdon të mbetet i njëjti shqetësim. Po patjetër që po, domethënë është një kulturë e munguar e partive politike që e kanë me shumë dëshirë jo ta bëjnë publike dhe transparente, ashtu si kundër ata shprehen në përditshmërinë e tyre që ne do ta bëjmë publike dhe do jemi shumë transparent për çdo çentez, por në fakt nuk ndodh kështu. Fakti që ne pastaj mbas zgjedhjeve dëgjojmë që ka akuza që ka qarkulluar para jo e deklaruar dhe para që prek standardin e zgjedhjeve në Shqipëri, është një diskutim që vazhdon, është një diskutim që sapo ka hyrë edhe në fushatën aktuale zgjedhore, kështu që të gjitha këto bëjnë të mundur që jo të arrisim besimin e qytetarëve tek palët politike se si i bëjmë fushatat edhe ku i gjejmë parat, sepse është një fakt ose një situacion financiar që nuk diskutohet asnjëherë me votuesit, përveç se atyre librave financiar dhe ekonomistëve, të cilët janë të detyruar ligjërisht që jo vetëm me libra të kenë çdo gjë të shkruar, por edhe në platformën online që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e ka krijuar si një lloj mekanizmi që partitë politike ta bëjnë këtë lloj transparence, përsëri ne kemi parë që palët politike janë të gatshme që të pranojnë ato gjobat që vendos Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kur nuk i bëjnë deklarimet e mundshme ose mundohen të fshehin ose po sepse parashikimi për gjobat, Zoja Meta, është i papërfillshëm në raport me atë çfarë ata përfitojnë me investimin që hedhin. Po patjetër që po, është një diskutim që ne kemi bërë edhe me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe gjithmonë domethënë e kemi shprehur si shqetësim, por ndërkohë dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me gjithë strukturat që ka aty kur i diskuton thotë që ne nuk jemi një lloj pavarësisht se janë kuazi gjykat, por nuk jemi thjesht për të dënuar njerëz dhe për të vjelur para, sepse nuk është ky misioni jon. Misioni jon është që të tërheqim vëmendjen, por fakti është që palët politike megjithatë a janë aty për të anticipuar parregullsitë e procesit dhe për ta menaxhuar. Po patjetër, dhe kanë ardhur edhe konsiderata nga shoqëria civile që gjobat mos janë kaq simbolike, por janë gjoba që t'i dhëmbin partive politike. Për shembull ne kemi parë edhe një dialog së fundmi
nga një media me kreun e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për pjesën e sondazheve, ku i tha, ju lutem shumë më thoni që nëse unë e shkel ligjin, çfarë penalizimi marr, edhe ishte thjesht ndoshta ishte edhe në kuadrin e një humori, por që mesazhi shkoi edhe qytetarët e dëgjuan që nëse ti e shkelte, nëse media paguan 5 milion lek për të shkelur ligjin, mjafton të paguaj lekët. Mjafton të paguaj lekët. Pra, kur dëgjon kështu gjërash, domethënë absolutisht që nuk e di se sa godet tek qytetarit dhe thonë që këta kanë para dhe pastaj vinë kërkojnë votat tona, edhe pastaj lozin edhe qytetarët që thonë që vina paguajnë edhe ne. Sepse emocion qytetarin të kërkoj para në këmbim të votës, madje më shumë para në këmbim të votës. Po, patjetër, kështu që ky është një moment që unë kam thënë gjithmonë, ndoshta mund duket kështu si një kërkesë budallaqe, por që do të ishte shumë si thua e kulturës demokratike që të gjitha palët që bëjnë fushata, le të dalin dhe të thonë një shifër që sa kushton, se po t'i pyesësh njerëzit sa kushton një miting elektoral, nuk e din, se s'ja u thot njëri. Dhe shifrat që publikojnë pastaj duken shumë larg realitetit.